Rama. I është drejtuar me një letër publike një prej protestuesve që i është bashkuar protestës kundër projektit në Zvërnec, një lëvizje që tashmë ka hyrë në javën e tretë dhe ku kërkesat kryesore është edhe zgjeruar mëtej deri tek dorëheqja e qeverisë. Në një tekst të gjatë me tone personale dhe politike, kreu i qeverisë thotë se nuk e sheh protestuesin si kundërshtar, por si një qytetar të zhgënjur nga problemet e përditshme, i cili sipas tij është përdorur nga aktorët politik, mediatik dhe rrjetet sociale. Ti i e bashkuar vërbullës thithse të turmës, sepse beson sinqerisht se po mbron diçka të çmuar, shkruan kryeministri Edi Rama, duke rënditur një sër shqetësimesh sociale dhe ekonomike që sipas tij mund të kenë nxitur pjesëmarrjen në protestë. Kryeministri shprehet se e kupton zemrimin e qytetarëve ndaj padrejtësive dhe arrogancës së pushtetit apo biznesit, por argumenton se pakënaqësia e tyre po përdoret për interesa të tjera. Në një mesazh më të fortë të letrës, është edhe akuza se protestuesit po braktisen nga ata që i kanë nxitur, mbrëm të kthyen në hero për të lënë në rrugë vetëm. Kështu shkruan kryeministri Edi Rama, duke shtuar se ata që e ngritën protestuesin në pjedestale për interesa politike apo edhe mediatike, sot nuk ndodhen më pranë tij. Në letër, kreu i qeverisë sulmon gjithashtu opozitën. Influencerët dhe ata që e quajnë algoritmi i zemrimit duke pretenduar se protesta po ushqehet nga manipulime, lajme të rreme dhe interesa politike. Rama këmbgul se problemet reale të qytetarëve nuk zgjidhen përmes radikalizimit dhe përplasjes, ndërsa u bën thirrje protestuesve të reflektojnë mbi ata që sipas tij po përpiqen të përfitojnë nga zemrimi i tyre. Pyet veten nëse armiku yt jam unë. Kështu shkruan kryeministri Edi Rama, duke ftuar qytetarët në dialog dhe bashkëpunim.